Hani 3 hurma arabie para gjumit për 1 muaj dhe nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Hurmat arabis janë një frut i vogël egzotik i cili është quajtur Phoenix dhe është i përhapur në lindjen e mesme në Afrikën e Veriut, por kohët e fundit është çmuar edhe për shijen e tij unike dhe vlerat ushqyese që ka. Por jo të gjithë e dinë, përveç të qenit shumë i mirë dhe i shijshëm, ai gjithashtu ka shumë virtyte që mund të sjellin përfitime të mëdha për shëndetin tuaj. Në këtë video, sipas Steptuel, do të rendisim përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë me shtimin e këtij fruti në dietën e përgjithshme. Ato ndihmojnë për të mbajtur një shëndet më të mirë të zemrës. Ato përmbajnë nivele shumë të larta të kaliumit, minerale këto të cilat ndihmojnë për të ndihmuar zemrën të kryejë funksionet e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për këtë qëllim do t'i ishte ideale të konsumonit hurma për mëngjes. Kur zgjoheni pas mbajtjes së tyre të zhytur në ujë gjatë natës, mund t'i konsumoni ato si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Hurmat forcojnë gjithashtu sistemin imunitar dhe sistemin skeletik. Ato përmbajnë nivele shumë të mira të kaliumit, të hekurit, të bakrit, magnezit, selenit, substanca të tilla të cilat do të forcojnë sistemin imunitar dhe atë kockor. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme, sipas ekspertëve, mund të jetë një mburojë shkëlqyer edhe për shëndetin, imunitetit dhe skeletit. Furnizojnë trupin me energji të larta. Në qoftë se në mes të pasdites ju ndjeni të lodhur dhe të raskapitur, mos pini pije energjike, por përtypni 3 hurma. Ato do t'i japin një injeksion më të mirë të energjisë. Ato nxisin tretjen më efektive. Hurmat e arabis janë një frut shumë i pasur me fibër të tretshme, të cilat shërbejnë për të siguruar zorrëve funksionet e duhura, dhe përveç se shërbejnë gjithashtu për të mbajtur nën kontroll episode të diarres, si prodhimi i bakterieve të mira, të cilat do të japin gjithashtu rezultate fantastike në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe ndikimet e jashtëzakonshme që kanë ato me vlerat që ofrojnë shëndetje dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hurmat e arabis janë të mira gjithashtu me lëndë ushqyese. Gjëja e parë që u vëreni është se hurmat e arabis kanë disa përfitime të mëdha ushqyese. Ju nuk do të keni nevojë të merrni të gjitha vitaminat kur ju hani të paktën 3 hurma në ditë. Ato ofrojnë nivele të mira të bakrit, kaliumit, fibrës, magnezit, vitaminës B6 dhe të tjera. Hurmat e arabis do të përmirësojnë tretjen e ushqimit. Hurmat e arabis janë shumë ushqyese edhe për tretjen e ushqimit. Nëse keni probleme me sistemin tretës, kapslëk ose probleme të tjera të tretjes së ushqimit, hurmat e arabis mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Pjesa e saj e fibrës që ato përmbajnë ka treguar se redukton gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira në zorrën e trashë, dhe hurmat e arabis janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që kanë shqetësime të hemoroideve. Hurmat e arabis lehtësojnë dhimbjet. Sapo hurmat e arabis të konsumohen, ato do të ofrojnë nivele shumë të mira të magnezit, i cili është një anti-inflamator shumë i rëndësishëm në lehtësimin e shqetësimeve dhe entjeve të ndryshme. Studimet kanë treguar se magnezit e hurmat arabe mund të ndihmojnë uljen e inflamacionit arterial dhe të ulë riskun për sëmundjet e zemrës, si dhe të mirëpres edhe një mbrojtje kundër këtyre shqetësimeve. Hurmat e arabis janë të mira edhe gjatë shtatzanisë. Një studim i bërë në UST provoi se hurmat e arabis ndihmuan kundër dhimbjeve të lindjes. Hurmat testuan gjithashtu edhe këtë proces. Ulëntuesit bënë një test tek 70 gra dhe dolën në përfundim se nëse gratë konsumonin të paktën disa hurma arabie 4 javë të fundit të shtatzanisë së tyre, dhimbjet e lindjes do të ishin më të reduktuara krahasuar me personat që nuk i konsumonin ato. Hurmat e arabis janë të mira për tensionin e lartë të gjakut, gjithashtu edhe kundër goditjeve në zemër. Magnezi, i cili gjendet te hurmat e arabis, është gjithashtu shumë i dobishëm kur bëhet fjala për uljen e presionit të lartë të gjakut. Shumë njerëz janë me ilaçe për presionin e lartë të gjakut, por edhe ngrënia e këtij fruti bëhet i panevojshëm. Kaliumi është një burim i elementëve ushqyes të hurmat arabe dhe është i dobishëm për organizmin. Hurmat e arabis janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e trurit. Ekspertët tregojnë se përbërësit e hurmave arabe lidhen edhe me shëndetin e trurit dhe ajo ka treguar se ju mund të keni mjaftueshëm vitaminë B6 në sistemin tuaj.
truri juaj në fakt punon më mirë. Kjo do të thotë se ju duhet të përpiqeni më shumë, memorje më të saktë dhe do të thithni informacionet më shpejt. Hurmat e Arabisë janë shumë të rëndësishme të përfshirë në dietën tuaj. 2 deri në 4 kokra çdo ditë është më e mjaftueshme për të marrë ndikimin e saj pozitiv në dobit të organizmit. Hurmat e Arabisë njihen si frut mbretëror dhe janë një frut shumë i ëmbël natyror. Ato janë të shijshme dhe gjithashtu mund të ofrojnë deri në 70% sheqerna. Janë një frut i vjetër i kultivuar në qytetrimet e lashta. Në mbar botën ka më shumë se 2000 lloje të hurmave. Kjo quhet frut mbretëror sepse në të kaluarën kjo shumëllojshmëri e veçantë hurme konsumohet kryesisht nga mbretërit. Energjia që ofrojnë hurmat është për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, prandaj ato konsiderohen si ëmbëlsues natyral. Ato janë një zgjidhje ideale për të kënaqur dëshirat tona për sheqer, ndërkohë që ofrojnë përfitime të mira shëndetësore që nuk do t'i merrni nga ngrënia e ëmbëlsirave të paketuara dhe më shumë yndyrë. Përfitimet ushqyese të hurmave arabe janë të shumta. 2 hurma përmbajnë 133 kalori, kryesisht ato të karbohidrateve. Ato janë një burim natyral i sheqernave nga 36 gram karbohidrate gjithsej, 32 gram janë sheqerna. Përveç kësaj ato janë të pasura me fibra që rezultojnë të dobishme për tretjen. Ato janë një burim i mirë i kaliumit 2 herë më shumë se bananet. Ato përmbajnë gjithashtu kalcium, vitamin B6, acid pantotenik, bakër, fosfor dhe magnez. Janë të pasur me antioksidantë si flavonoide të cilat luftojnë inflamacionet, karotenoide që nxisin shëndetin e zemrës dhe acidin fenolik i cili ka efekte antiinflamatore dhe mund t'jap shumë përfitime për organizmin. Kryesisht i konsumoni të thata. Megjithatë vihet re se duhet të jeni më të matur në konsumin e tyre, pasi nuk u mungojnë kalorit. Siç u përmend tashmë, ato kanë 133 kalori, 2 hurma që korrespondojnë me një porcion. Është e rëndësishme të mos tepërohen dhe të konsumohen brenda normës së lejuar, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë mbërëslënse. Hurmat e Arabisë janë një frut që vjen nga një palmë e hurmës, e cila ka origjinën nga lindja e mesme. Megjithatë, ato rriten edhe në Mesdhe, Azi, SBA dhe në Meksik. Hurmat e thata dhe të freskëta janë të disponueshme gjatë gjithë vitit, por ato të freskëta janë më të mira nga nëntori në janar. Ka shumë arsye të ndryshme të frutave, por hurmat janë gjithashtu mjaft të njohura edhe për shkak të ndikimeve të tyre që kanë në organizëm. Sipas Teptuel do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Janë të pasura me antioksidantë. Hurmat e Arabisë kanë në veti të mira antioksiduese. Këtu përfshihen polifenolet, karotenoidet dhe lignanet, të cilat kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin më të mirë kundër riskut të sëmundjeve kronike. Hurmat e Arabisë do të mbështesin shëndetin e zorrëve. Shumë studime mbi fibrat vazhdojnë të mbështesin rolin e rëndësishëm në shëndet, duke nisur nga nxitja e një mikrobiome të shëndetshme të zorrëve deri te reduktimi i riskut të disa gjendjeve shëndetësore afatgjata. Studimet e vitit 2015 zbuluan se konsumi i hurmave mund të reduktojë problemet e zorrës së trashë falë përmbajtjes së tyre të lartë të fibrave dhe polifenoleve. Ky i fundit gjithashtu ka përfitime të dobishme anti-inflamatore dhe antimikrobike. Hurmat janë një frut shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave dhe mund t'japin gjithashtu rezultate fantastike në këtë aspekt. Hurmat janë një burim shumë i mirë i mineraleve miqësore për kockat, duke përfshirë këtu fosforin, kaliumin, kalciumin dhe magnezin, si dhe vitaminat dhe mineralet shumë të rëndësishme në aspektin tuaj të shëndetit të kockave. Hurmat mund të lehtësojnë gjithashtu edhe ofrimin më të mirë të vlerave ushqyese. Shurupi i hurmave ka një indeks të ulët glicemik me një përmbajtje të ulët të fruktozës, e cila në shumicën e rasteve është një ëmbëlsues shumë i mirë sesa ëmbëlsuesit artificial. Disa persona mund të jenë alergjik ndaj konsumit të hurmave dhe përveç kësaj komponentët e quajtur sulfite për disa individ të ndjeshëm mund të shkaktojnë simptoma alergjike. Nëse i përjetoni këto simptoma pas ngrënies së hurmave, flisni me mjekun tuaj. Është e rëndësishme t'ju bëjmë dije se nuk duhet të tepërojë në dietën tuaj të përgjithshme. 1 deri në 4 hurma çdo ditë është më e mjaftueshme për të marrë vlerat e tyre dhe për të mos ndikuar negativisht në proceset tuaja imunitare, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.